E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamikat më interesante në fakt që po ndodhin në Big Brother. Lim Hoti, një nga banorët që bëri trazira brenda asaj shtëpie, një nga banorët që çoi audiencën në miliona në Big Brother VIP Kosova, natën e mbrëmshme ka vendosur që të largohet dhe të ndaloj këtë rrugtim kaq fantastik për të brenda kësaj shtëpie. Në fakt ka qenë një lajm i paralajmëruar, do me thënë është folur lart edhe poshtë që Limi nuk do të jetë afatgjat brenda në shtëpi, edhe pse Alba me banorët grindeshte, hamendsonte, aludonte që Limi do të jetë një nga banorët që do të shkojë drejt finales, që do ta fitojë çmimin, do me thënë u krijua një lloj agresioni që erdhi në gjysmë të lojës dhe do na e merr çmimin, por në fakt jashtë publikut shqiptar, jashtë Big Brotherit, po përfliteshte që Limi nuk do të jetë aq afatgjat brenda asaj shtëpie. Do me thënë ishin hedhur hipoteza të ndryshme që pikërisht në fund të muajit janar apo në fillim të muajit shkurt, Limi do të largoheshte nga shtëpia e Big Brotherit dhe pikërisht më datën 1 shkurt Limi e la këtë shtëpinë. Nuk janë treguar arsyet pse është larguar. Limi ka pritur në fakt një kontratë, ashtu siç ka pritur që të merr mesazhin nga vllau i madh që, do me thënë, në rrugtimi i jetës së tij do të mirte një rrugë tjetër. Kjo që nuk kupton që Limi, do me thënë, ka hyrë vetëm për pak brenda asaj shtëpie. Tani, Limi mbrëm postoi fotografi duke u argëtuar me shokët, duke u kënaqur me shokët në Prishtinë, që do me thënë eksperienca e tij ishte kjo dhe ishte shumë falenderues. Ai foli edhe për raportin me Albën, që do me thënë e quajti një anije, që anija në fakt ndikohet nga dallgët është herë mirë, herë keq, që kjo nuk kupton që Limi nuk e finalizoi gjën e tyre, a do të vazhdojnë jashtë, apo ishte e gjitha kjo eksperienca që Limi ndoshta e ka ndjerë si borxh për të hyrë për të ndihmuar Albës që Alba të del fituese, sepse me afrimitetin që Limi bëri me Dolçen, Alba u suportua shumë jashtë tek publiku, por Limi, do me thënë, u kuptua që edhe ndaj Dolçes e ka patur strategji, se pikërisht një javë para që Limi do të dilte nga ajo shtëpia, u afrua me Albën. Tani, unë e di që Alba dhe Limi, i për këtë jam shumë i sigurt, sepse vetë lëvizjet e tyre e treguan këtë gjën, unë jam i bindur që Alba dhe Limi e kanë bërë këtë fenomenin nga jashtë, që Limi do të futet, do të bën disa gjëra në lojë për të ndihmuar Albës dhe do del. Dhe ajo që në fakt në këtë mes u doq është Dolçja. Tani unë nuk e di në qoftë se Dolçe do të vazhdojë një diçka jashtë me Limin, do të krijojë një ndjesi, do të krijojë një dashuri, këtë nuk e di, por që Limi, do me thënë, hyri me strategji, kjo gjë është e dukshme. Tani se si do të vazhdojnë gjërat, me patjetër që Limi, do me thënë, do të merret me sukseset e tija, do të merret me jetën e tij, ai hyri vetëm sa për një periudhë të shkurtër kohore dhe këtë e kemi ditur të gjithë. Tani a do t'i ndihmon Albës kjo qasja e Limit në ditët në vazhdim, a do ta nxjerrën Albën fituese, kjo është pikpyetje, se tashmë të gjithë e morën vesh që ishte një strategji dhe Dolçe u doq, por unë mendoj që Limi hyri vetëm për të ndihmuar Albën dhe kjo gjë ishte një gjë që diheshte nga i gjithë publiku shqiptar.